Sot emisionin Sportfolio e kam bashkë me kolegun tim, i cili është kolegi trofeve. WTT Contender në Podgoricë, në ping pong. Ky kolegu jem ka dalë në vendin e dytë, e ka fitu trofeun si i dyti më i miri. Kallëzëm, qysh është ndjenja me fitu vendin e dytë dhe me fitu trofe 11 vjeçarje. Ndjen shumë e mirë, është ç'më thon tash, e mirë, më pëlqen. Po më intereson me ditë Nisan, jeni 11 vjeçar, Denat Makolli, emër që duhet me mbajt mend prej tash e tutje. Ke fillu shumë vonë me ping-pongun, po më intereson me ditë çka të ka tërheq te ping-pongu. Ti me sa e kuptova, ne ke fillu një herë me futboll, po ke dalë te ping-pongu se jeni më mirë. Mu më ka tërheq me ping-pong me lujtë se më ka pëlqy loja shpejt. Se u bëm ping-pong. E kështu si sport, atë pëlqen dinamika e ping-pongut? Është sport i shpejt e krejt, po çka të bën përshtypje realisht te ping-pongu më shumë? Më pëlqen teknikat e ping-pongut, edhe mënyrën që shlujnë lojtar. Ja ke fillu, tash sa kuptova 2 vjet, apo? Ke arrit me dal njerë kampion në Herceg-Novi? Edhe ku ke dal kampion herave tjera? Podgoricë, jem bu kampion i Kosovës edhe kom fitu top 8-shin. Top 8 më të mirë për kategorinë U19, Kosovë. E qysh ja dole vlla që ka të shpejt, apo ma kallëzon mu receptën qysh ja dole që ka të shpejt me fitu trofet? Me punë. Nësë me punë arrin gjithçka. Tak manja. Bravo. Bashkë me neve, i ati ti, në këtë sport përpara ka dalë kampioni Kosovës, ka marrë pjesë në kampionate evropiane, botërore, gjithçka. Me neve është Miljot Makolli, faleminderit shumë që je sonte Miljot me neve. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Edhe presidenti i skuadrës që ka këtë gjavaher brenda. Kastriatorane, presidenti i Pripingut. Shëndetje edhe juve dhe këtë dëgjuesve të Radio Dukagjinit. Miljot, sa është krenari po dal prej aspektit sportiv në aspektin prindror, sa është krenari për ty ky rezultat i arritur brenda kësaj periudhe? Unë e kujtoj tash periudhën vetë sa kom qenë edhe lojtar, domethënë është një farë kënaqësie, po kënaqësia e madhe domethënë është mendia ato kur po të bëj ke realisht fëmia jot, edhe pse kanë thonë përpara tregojshin që domethënë që është një farë ndjenje veçantë kur fëmia e domon vazhdon hapat e tu, edhe realisht fillon suksesin me pas më herët se ti. Kështu që është një krenari shumë e madhe domon për mua dhe për familjen tim domon që Denati ka fillu domon mi parcel hapat e mi. Do sa ne thonë nganjëherë tërheqin më shumë. E ka provu futbollin, përmendet ti që shumë i mirë ka qenë në futboll, po prap e ka tërheq ping-pongu. Ka qenë realisht kërkesa e tij për mu përfshin ping-pong. Realisht ka filluar në futboll, klubin e Rami Sadikut, edhe ka qenë jo i mirë, po super i mirë, po fillojshin disa lëndime edhe në tash shkojsha domon stërvitjet e mia në sallë, e merrsha me veti domon në sallë, edhe në do të pëjdeve, po më thot, kisha pas qef, me ardh, këtu, me lujt, ping-pong për arsye, që po ka lëndime, bën me ardh. Edhe unë e lash ashtu, thash, nuk ka problem, hajde, fillojna. Edhe ky ka fillu domon dikon 2 muaj ose 3. Po ardh ashtu. Edhe në realisht sa stërvet shavet edhe përcjell çave zgjojsha non stop. Edhe pa isha se domon ka fillu me ecën përpara. Edhe vjen një ditë për ditë domon edhe bisedoj me ata të klubit aty, edhe ju them që unë duam të tërheq komplet prej aktivitetit tam domon sportiv, edhe duam ju përkushtu Denati se për shkak që ka të ardhmë domon që mujna me ecë përpara me ta. Edhe që shtot ka fillu. Në aspektin e arritjes rezultateve, Kastriot, ku renditet Denati? Na ushtrojna me një sallë në Prishtinë, Pallat Rinis. Janë 5 klubet ping-pongut që ushtrojnë në Pallatin e Rinis. Edhe ushtrimet që ka vë Miljoti me Denatin, si ku më këshyrë veçonë, këna këshyrë këtë klubet edhe këtë lojtarët dhe trajnerat që janë në atë sallë. Do ke pak e tepërt për një djalë që ka shtri, do me thonë kur ja ka nisë Denati para 2 vite, i ka pas 9 vjetë, do ke që është të stërngarku, po këtë që qaj stërngarkimi edhe ka sjellë qëtë rezultat që mërë tash në Podgoricë në turner botror,
se Podgoricë kur të përmenim duket që është turnir i mahallës, po realisht është një turnir që ka pas lojtarë prej këtë shteteve të botës, prej pak 180 lojtarë kanë qenë në këtë kategoritë e mbi 30 shtete pjesëmarrëse, për kategoritë të trinjime po flas, ato ndonë U11, U15, U19, dhe për cilëshim donatin që të ushtru edhe investojshim inshallah nuk e ka veç një fazë. Po i vazhdan. Ushtru 2-3 muaj se në klub i kena mbi 30 lojtarë aktive, i kena pasur në 300 lojtarë brenda 5 viteve të ushtrimet, po ushtrojnë, ju pëlqen, mas një kohë i bot bajet ndërprejnë, donati është një për atyne që nuk u ka ndërprej asnjëherë, ushtron 5 herë në javë rregullisht, ka 2 orë, me kryesisht me Milotin, Polun dhe me lojtarë tjerë të klubit. Shtunëve dilleve zakonisht kena dhe gara, ja për 3 liga juniorëve ose gara ndryshme që organizohen prej klubeve ndryshme, ku edhe në ato vikende donati merr pjesë. Kështu që gati janë 6 ditë javës është në ping-pong. E përmende formatin e WTT Contender, a mundu me zbërthy pak për dëgjues çush është organizuar me WTT-a Youth Contender? Federata botërore e ping-pongut e ka komercializu ping-pongun, që edhe ka bo mirë se e ka zhvillu temase, edhe e ka avancu si në aspektin e cilësisë të lojës, po ashtu edhe në aspektin e shikueshmërisë. Sallat e ping-pongut tash në për Evropë, kryesisht përpara në Kinjën ku të mbushën atë që s'ka pas bileta me ble, tash edhe në Evropë po ndodhe njëjta. Kjo WTT organizohet edhe në Amerikë, që edhe në Amerika pas sallat e ping-pongut këtë sold out. Edhe në Kosovë është organizuar 2024-2025, që ka pas shikueshmëri shumë se sa në turneve të zakonshme që ka organizuar federata, domethënë ky gara zyrtare. WTT ose World Table Tennis është një seri e garave ku gjatë vitit federatat aplikojnë për me qenë koqer i këtij eventi, ato zakonisht kontratat janë 5 vjeçare, edhe dihet në fillim të vitit ku mbahet tek mbahet. Secili klub ose secili lojtar është ku është më e përshtatshme qoftë financiarisht, sepse çmimet janë pothuajse të njëjta për pjesëmarrje, si kotizimi, si akomodime, si vinë si pako. Po tani transporti, viza, ka procedura tjera. Na kena marrë pjesë, donati ka marrë pjesë në Prishtinë kur u mbajt WTT-a. Në Podgoricë tash ke e dyta, edhe po synojmë me marrë pjesë edhe një në Itali që mbahet fund vitit. Nëse ju këtë vit, na gjithë vitin e ardhshëm veç do të rezervojmë shumë herët edhe biletat, edhe do t'i caktojmë datën se do të marrim pjesë. Në Itali gjenerata U11 ama nal. U11 dhe pe vitit arshëm donati ka lënë kategorinë më të lartë, U13, tani është mirë pe fillimet na me ndjek që me fillu me grumbullu pena, se tu çdo pjesëmarrje dhe sa më shumë rezultat, domethënë tash donati ka fituar shumë pikë në që ka arritën finalen këtë seri në Podgoricë, edhe për U11 ndikon pozitivisht, po në U13, pse në U13 ka pas një paraqitje të jashtëzakonshme se mujti në kampionin e Malit Zi U13 që ka një befasi edhe për neve, po i befasi ke moshës ti, realisht nuk e pritëm ato, se është një lojtar domethënë edhe është me shtat më i lartë se ky. Edhe është lojtar defanziv që është problem, edhe lojtarë që janë ofanziv më përgjigj lojtarëve defanziv. Se i kanë do materialet që i përdorin domethënë janë guma, nuk janë sikur lojtarë që luajnë ofanziv. Po ka lujtën qaq mirë, qaq let domethënë që edhe na realisht se kena pritën. Po tash këto na japin një motiv shtesë që me punu edhe me ofru sa më shumë kushte. Përveç donatit ka qenë edhe Ori Kabashi bashkë me donatin që ka marrë pjesë, ka qenë i vetmi donati, po në Oriku edhe ai fitoi një ndeshje në 2 kategoritë, ka luajtur kategori më të madhe, U15 edhe U13, i ka fituar nga një ndeshje dhe ka 2 humbje në kategori, që edhe për ta është një përvojë e mirë, se ajo hala ka kohë në U13 me tregu veten. Mirë po, puna e pandalshme, çdo ditë ka 2 orë gjys, po shihet që po jap rezultatin. Edhe më kthyte pyetja që ma bënë këtë fillim, në ushtrime e kena pa donatin qysh po ushtron, e di për kushtimin e Milotit edhe me bashkëpunimin 3 palësh, po them lojtar, trajner, edhe unë si udhëheqës i klubit besoj që ky nuk do të jetë rezultati ose
çmimi i fundit të donatit, ndoshta ky është vetëm fillimi i një rikthimi të gjatë tonë përbashkët. Koleg, kur folin mirë për ty, çush do këtë, çush nihesh ti? Kur folin mirë tjetër? Nina si famshëm. Në gjysmë finale në Podgoricë je ballafaqu me një kundërshtar sërb, cilin e ke eliminu, edhe pastaj ka arrit në finale, po më intereson me ditë qysh jeni në gjysmë finale kundër serbit, edhe çka mendon që nuk ka shku mirë në finale për mos me fitu titullin e kampionit. Me Serbin kum lyt në gjysmë finale shumë mirë, kum pos paraqitje të mirë, ama në finale kum pos problem me kthimin e serbave. Qa jo u koni vetëmi problem? Edhe pse në gjatë çasaj periudhës se kum përcjell lojtarën e Slovakisë, domon e vresha domon që ka serva bagit forta, edhe kena stërvit me to, po ky realisht e ka lojën është më shumë sulman, apo kupton? Ofanziv. Edhe nuk më ke marrë në shprehje të çajo domon setën e parë. Realisht aty u bua diferenca në setën e parë. Ndërsa dy setat e fundit domon u konën afër këtë lojë. Çaty për çaty. Konkurenca shumë e madhe në Slovaki, domethënë ka shumë lojtarë që luajnë, ata përfaqësues të Slovakisë shëshitën goxha mirë për me derisa vjen koha me përfaqësu. Derisa vjen koha me përfaqësu. Në sen që më ka rënë sy në gjatë turniret, shumica e shteteve, lojtarëve pjesëmarrës i kanë pas fanellat e shtetit. Na kena shku me fanellë të klubit. Gjë që ke përshtypje që e kanë marrë me më shumë seriozitet. Federatat i kanë përkran ashta gjeneratat e reja mos me marrë pjesë në këto turnet që nuk janë të lira hiç. E na fatmirësisht nuk pa ankohem që s'kena buxhet për me marrë pjesë, po mendoj që në pas edhe një shtytje të Federatës të Kosovës në disa talenta me dërgu disa herë në kampionate sikur WTT-ja, krijojnë përvojë edhe në të ardhmen e afërt për 5-6 vjet nështë edhe për luajtje mesatare mund me kallëzu rezultat. Kështu që mendoj për çoj edhe një mesazh prej radios që është mirë federata. Pak më shumë, mos zgju pak. Ping-pongut pak më këshyr, ashta me ndrua strategjinë edhe mënyrën qysh me di që ka tani të lashë edhe qysh me i përzgjedh tek me përzgjedh, po në çdo vit më top 8 që është një prej turneve më prestigjioz, lojtarët më të mirë të Kosovës luajnë, Denati shtunën ka luajtur top 8, Dillën ne kena kry obligimin qytetar, kena votu, edhe na votu më një herë në Podgoricë. Që ata mendojnë në nashta po them edhe pak edhe ngarkesa është edhe pak i ngarkuar, se është përgatitur edhe për çat turnirin domon top 8, që është domon i vlefshëm që ta Gastriot është betonira më të vlefshëm të vitit. Mas kampionatit Kosovës individual që mbahet domon është me nerv vjen Mastina si turner. Donati ka fituar ato edhe bagën, a përgatit Koxhani ku të got. Edhe që bisedum edhe më herët që thash në periudhën e gushtit e vresha një farë ngecje anë edhe pse stërvet shumë Koxha shumë, e vresha mu më doket që nuk po ecë përbora, po me turnirin top 8 domon, aty ka shpërthy domon, e ka hupe krejt domon, pe ketë lojtarëve që ka luajtur e ka hupe veç një set. Ketë lojti ka fitu, ka 3-0, domethënë 21 fitu, 21 fitum, edhe domethënë që ato që thash më herët mu më doket që s'po ecë përbora, realisht kë në turnirin bashkë kur dash ky shpërthej edhe u konë gjithçka u konë perfekt. Kur jemi tash ka fundi, po më intereson edhe një pyetje me ta bëu sa është e rëndësishme kur prindje ka përvojën në këtë rast të ping-pongut, edhe kombinimi me djalin që ka dëshirën për me avancu tutje, pasi te është tash edhe gjenerata e mëhershme edhe koha moderne. Ne e kum zonë edhe periudhën domethënë prej vitit sonë mirë na realisht aktiv pe vitit 97. Sonë nuk e kum cek fort në vitin 97. O në periudhën tash me tregu vitin 93-4 ju mor me karate. Edhe vitin 97 e kisha me hy domethënë për në karate kena pas provimin për shirit kaft. Edhe gati në fund. Po, gati në fund. Edhe çat soi periudhën u pata lëndu me bicikëll e pata shky realisht buzën komplet, a mas 4-5 ditë kisha me hy në provim. Edhe çka ndodhën e paraqita nuk më kanë leju për arsye se në karate dihet që ka teknik, ka kota, po kish edhe luftë, edhe s'ma kanë leju. Gjatë asaj periudhe domethënë tani unë u dëshpërova. Edhe fillova domethënë me vozet çan atko bicikëll, edhe në Kojshi isha të lëvizën ka mahalla, tash po të lidhna po të tregoj kështu, e nisha topin e ping-pongut të kërcit edhe unola pikëshir domosefte e kisha aty. Edhe tani kum fillu domethënë me luën mahall, tani filloi domthon periudha që u vështirësua luftës, baba ma pat blet tavolinën domthon
shpe, kërsiti lufta, neve në zonë lufta në shpe, na pa të me të shpe, edhe gjatë periudhës komplet luftës ne mkonë në shpe, dhe më thonën me djemë të hoxhës, me krejt që e na konë familjartë, kena lujtën dhe mon gjatë luftës në shpe, deri kena shliru. Ta ne konë vazhdu dhe mon periudhën mas luftës, jëm regjistru dhe mon klubin Prishtina që ju konë atëherë, tani u patë formu klubi Art Foto, tani kena fillu aty, tani vitin 2003 në veç shpërtheva si koordinatin që të kohën tash, e u pata shpallës pingpongisti ma e mirë, juniori u pata konë qatë vete pata përmbyll, edhe dëmon tani kena zonë periudhën 2003, kur veç u pranu federata. Pe asoj periudhës dëmon tani deri në vitin 2017 ose 2020 ma saktësisht, unë e ku marrë pjesë gati thuj se dikon ofër 10 ose 12 kampionate botnore, një 10 evropiane, dëmon tash më lidhet që thete përvoja, është shumë e rëndësi, dëmon kresha të përvoja të këshia të mira, dëmë thonë tash jam të transmitu të denoti, edhe është një gjë e mirë që denoti nuk është u dërzu, se din të fëmija din kanë herë mju bu me një fjallë bajat. Thot hajtë shkoj të provoj një sport edhe, po këtë e këtë nuk ka reagu, dëmë thonë ajo, edhe krejt përvojat e mija, dëmë thonën, që e përmene realisht atë periudhën që kum stërvit ma herët, edhe tash që realisht që shme thonë modifiku tash edhe puna të puna e ping-pongut, dëmon krejt ato eksperiencat, kanë dhez një varforme, dëmon që kena stërvit me denotin, amo është i përkushtum 100%. Dëmon gjatë stërvitjes, sot është, besëm, as nuk full, as kur gjatë, qka të thamë më nganë. A të kuptan e, kështu që... A ver, mos më dërzu as njera. Po. Edhe për fund, Kastriot, ku mund të ashojmë Denartin në të ardhmen e afërt? Pas po flasi për një ping-pongist me potencial. Për Kosovë, për kategorinë e vetë, për mendoj që e ka kry. Po. Me Milotin edhe kur kena full fillim, qëllimi jo për me bu diçka pak ma... Jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës, me bu diçka pak ma të madhe se që kanë arritë i shtash. Një fakt që tash më destinon është, po Kroacia është shumë lartë në ping-pong, ka është tash është të majtë kampionati evropian në Zadar, edhe trajneri i ekipit kombëtar për senior, ka qenë në Prishtinë në WTT Feeder kërë mbajt, e ka pa Denatin të ushtru, na ka bo një ftesë personale në një mënyrë për Denatin. Perfekt. Me shku edhe me një nivel pak më nalt. Lajmat mirë shka mujtë me marë për momentin, definitivisht. Se dhe ato i kanë disa implikime se... Absolutisht. Ka bo ftesë për me shku me jetu në Kroaci, në Zagreb. Tash ajo ka disa implikime tjera që e lëviz këtë familjen, kjo një sakrificë shumë e madhe edhe për prind, edhe për familjarët. Tash na të shqyrtu këtë mundësit, qysh mujna me bo që me fillu me një bashkëpunim me javor, me thonë fillimisht, e tani me këshyr ku mujna me dojtë. Realisht e kalon derën qelë për Denatin për në klubin e ty në Dinamo Zagrebit, ta nuk e ditë cila ke zëtë, që e më s'ka bofsha. Shto që aj realisht kur ke këtu, neve na tha, unë e kom zonë tha dhe periudhën e Shqikoslavisë tha tash. Pa po më me thonë, tha nuk jem të ta bo tha rafsh, tha po Denati tha është prej talentave tha matë mëdhaj tha që ka pas në Ballkan tha ne. E kështu që tash na jetë dhe neve, po dhe me Kastriotin të moni jem regullisht tash në bashkëpunim, po tash të shofëm me kalim të kohës. Kizmetin këna me abo, Denati ka me ushtru. Faleminderit juve dyve shumë. Denatit ju urojmë shumë sukses me Denatin për mshirë me misionin. A i falenderojmë dëgjus që në konë me neve? I falenderoj dëgjus të krejtë që nga kanë shiku në këtë emision. Falenderit ty që na i zbukurove emisionin. Edhe uroj të shohim kampion evropiane botërore të natë. Atëherë, kjo ishte për këtë pjesë. Me Denatin do të mbyllim emisionin për këtë pjesë.